Vëllazëria Myslimane, përkrahase e presidentit të rrëzuar Mohamed Morsi, vijon të bëjë thirrje për protesta të reja masive kundër qeverisë së përkohshme egjiptiane. Protesta e planifikuar për të premten nga vëzhguesit e ngjarjeve në Egjipt shihet si test për lëvizjen e Vëllazërisë Myslimane, pas disa javëve të dhunshme në të cilën qindra persona u vranë dhe disa lider të saj u burgosën. Mohamed Morsi u rrëzua nga pushteti i ushtrisë me trekorik, ndërsa vazhdon të mbahet në parapurgim në një vend që nuk është bërë publik. Protesta e planifikuar për sot do të realizohet vetëm një ditë pasi paraardhësi i Morsis, Hysni Mubarak, të njëjtën është transferuar nga një burg në Kairo në një spital ushtarak, ndërsa i është caktuar masa e burgut shtëpiak. Mubarak gjykohet në të njëjtën kohë me dy djemtë e tij, 6 zyrtarë të lartë të shërbimeve të sigurisë, si dhe me biznesmenin Hussein Salem, i cili u arratis në Spanjë. Ish presidenti egjiptian Hysni Mubarak, i cili u rrëzua nga pushteti në kryengritjen e vitit 2011, u shpalli i pafajshëm nga akuzat e korrupsionit. Avokati i tij tha se brenda kësaj jave, Mubarak do të gjykohet dhe për akuzat e urdhërimit të vrasjes së protestuesve gjatë revoltës së vitit 2011, ndërkohë që është liruar për të mbajtur në arrest shtëpie pas përfundimit të afatit të parapurgimit. 84 vjeçari u dënua pas një procesi 10 mujor të zhvilluar në një gjykatë speciale të Kairos. Mubarak është udhëheqësi i parë arab që gjykohet nga populli i tij në një gjykatë.